Dhe ti këtë moment që ti e duke kalu në vështirësi ekonomike, i kërkon njerëzve, man shpresë të njerëzit. Man shpresë të njerëzit. Thot profeti alayhi salatu vesselam, nuk ka me e kaluat vështirësi. Nuk ka me e kaluat vështirësi. Dhe thot profeti alayhi salatu vesselam, nëse dikujt i bën vështirësi ekonomike, dhe i mbështetet Allahut, i kërkon Allahut subhana xhalla xhelalu, Allah azza wa jall thot, ka me e furnizu herët apo vonë. Herët apo vonë. Çka na mëson ky hadith? Ky hadith ne na mëson shumë gjëra. Një prej atyre të kesh mendimin pozitiv që risku jot është edhe risku im është te Allahu, nuk është ke njerëzit. Dhe profeti alayhi salatu vesselam na ka mësuar që ti një herë duhet dish kujt orientohesh dhe kujt i kërkosh në fillim. Kujt do t'i kërkosh në fillim? Allah azza wa jall, idha sa'alta fas'alillah. Kur të kërkosh, kërkoj Allahut. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Dhe kur të mbështetesh, mbështetju Allahut. Kur i kërkon Allahut dhe i mbështetesh Allahut, Zoti do të bëjë njerëz sebeb që ty të ndihmojnë.